Shkolla e mesme profesionale e qytetit të Shkupit e Zdravko Cvetkovski sot ka organizuar ditën e hapur, ku nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur punime nga më të ndryshmet, duke bërë një farë mënyre edhe prezantimin e shkollës për semimaturantët, të cilët u njoftuan nga afër me atë se çfarë ofron shkolla. Profesoresha Erblina Muhaxheri, njëherësh edhe arkitekte, për televizionin Shenja tha se interesimi i nxënësve për të regjistruar në këtë shkollë rritet nga viti në vit. Mesazhi i saj është që nxënësit e klasave të nënta mos të hezitojnë, por të përcaktohen për njërin nga 4 drejtime që ofron shkolla. Është mjaftueshëm, është i mirë. Mundemi të themi çdo vit kemi ma tepër të interesuar, nxënës të interesuar, si për arkitekturë, si për dizajn, si për ndërtimtari edhe gjeodezi njëjtashtu. Çfarë ndërtim janë më shumë? Mundemi me thonë ma tepër janë në arkitekturë edhe në dizajn. Të e po që unë e vetë mu më ka ndihmu, se edhe unë e kam mësu këto, në të vërtet ndihmon tepër shumë. Do me thonë hapat e parë vetë se i marim prej këto, prej shkollës mesme. Përveç teorisë, në këtë shkollë zhvillohet edhe mësimi praktik, sidomos për nxënësit e drejtimit të ndërtimtarisë. Kështu njoftoi profesoresha e ndërtimtarisë Sevime Memishi. Sipas saj, shkolla ofron kushte jashtëzakonisht të mira që nxënësit të vazhdojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale dhe të përgatiten sa më mirë për tregun e punës. Po, kemi edhe pjesën teorike, kemi edhe pjesën praktike, gjithashtu kemi edhe punime të ndryshme, vizatime të ndryshme, kemi edhe praktikën që është mjaft e rëndësishme. Për pjesën kemi praktikën duale, tash gati 3 vite është e bë. Praktika e cila i dërgojmë nxënësit në për firma dhe pastaj firmat i detyrojnë që të punojnë, të bëjnë praktikën, të bëjnë punime të ndryshme, laboratori. Se mësimi është tejet atraktiv dhe ndihmon shumë në formimin profesional, e dëshmon edhe nxënësja vitit të tretë, Hanka Baki. Ajo madje tha se të njëjtin drejtim do ta vazhdoj edhe në fakultet. Unë personalisht nxënëse vitit të tretë kam kaluar gati 3 vite, vitin që vjen jam maturante edhe unë, dhe jam shumë e kënaqur me profesorët dhe me kushtet që i ofron shkolla. Po edhe fakultetin gjithashtu mendoj ta vazhdoj të njëjtin drejtim. Ndërkaq, shkolla e mesme Zdravko Cvetkovski në Shkup ofron 4 drejtime kryesore, sikurse teknik i arkitekturës, teknik e dizajnues për arkitekturë të brendshme, teknik i ndërtimtarisë dhe teknik i gjeodezisë. Dita e hapur do të vazhdoj edhe nesër, ndërsa nga drejtoria e shkollës bëjnë thirrje për të gjithë semimaturantët që të marrin pjesë për të njohur nga afër me kushtet edhe mundësitë që ofron kjo shkollë.